Shikoj se është momenti për gatuar super recetën, ditë e diel, çka me gatu, shpejt, si gjithnjë të shijonës, receta të shpejta të shishme që i hani gishtat, i kemi afër pra petat e tortijave. Do të bëjmë taco me mish të bluar. Më herët kom bo taco me mish të bluar me peta taco shells, që janë si chipsa. Sot i kom tamam petat e tortijës, të cilat me gjallë, do t'i skuqim me nder, do të marrin super shije. Por çka kemi afër, forterja tjetër po na nxehet, sot vendosim gjallë ku do ta fërgojmë mishin. Afër meje kam 300 gram mish të bluar, kemi kaçkavall, çfarë do lloj kaçkavalli, këtu kam lloj trapista, kom marrë sepse bëhet masa këz, mandej kur shtypet edhe super e shishme. Kam grier një qep, kemi erza të takove, i keni në përcilin do market i bleni të gatshme. Nëse nuk doni t'i bleni në markete, dëshironi t'i kombinoni erzat, merreni një pijat dhe afër vendosni majdanos të terur, biber të zi, hudër, biber të kuq, oregano, përzini. Por unë i kam të gatshme në market. Kemi gjallpën, kemi jalapenos, të djeksta. Shkojnë takot me jalapenos, për çka kemi afër? Afër kemi 2 kavanoz, kam kavanozin nga ponti që i kemi patligjanat e zi, patligjanin e zi pra e kemi të fërguar në skar, e pastaj brenda i kemi pra e kemi pontin me patligjan zi dhe i kemi në formë të turshis, pra si turshi brenda. Dhe kemi një kavanoz tjetër nga Tigulio, pomodori seqi edhe me pistaqi, pra i kemi tomatet të cilat janë tho dhe i kemi pistaqion. Aj po e hapit i marri mirë? Sa çfarë aroma! Ku në fund takot do t'i ngjymë në të. Atëherë, forterja na është nxehë, do të shkoj me një copë gjallë. Kemi ngel sot pamoninin, kështu që do të shkojmë vetëm me gjallëpën sot, do të presim sa të na shkrihet, dhe pastaj ta fërgojmë qepën në fortere. Pra, gjallëpa na është shkri, do na vendosim tani një qep, të cilën e kemi gri më herët, një qep. Dhe te qepa do të vendosim krep, si gjithnjë të shijanës, krep të detit. Dhe ta përzijemi mirë dhe fërgojmë, derisa të shohim që na është zbut qepa, pastaj ta vendosim mishin. Qepën tashmë i kemi gati dhe me njerë do të vendosim 300 gram mish, bleni kejnë varet sa antar të familjes jeni, për neve është tamam. Dhe do të shkojmë duke e shtypur kështu në këtë formë që na bëjnë krejt imp, mishi kokra, mos na ngelin topta. Pra po shihet shumë mirë se sa imp ka fillu me u bë. Shikues, mishi veç na është bë kafe, ta shohim së bashku prej afër. Pra në këtë formë, si për mantija, bre? Si për mantija. E imcëni, tamam. Kështu, o zotë sa e mirë. Dhe, tani është momenti që tek mishi të vendosim erzat e takove, pra si shduket. A çfarë arome po vjen këtu, nuk, si me qenë Meksik. Se keni iden ta provojmë? Për atë arsye, vendosa vetëm pak krip të qepa në fillim, sepse vetë këto erzat e takove kanë vetë krip. Që ta kemi mishin ende më të lëngshëm, do të vendosim vetëm pak ujë, vetëm pak ujë në këtë formë.
Ja, pra, uje na ndihmon që të krijojmë një lloj salce nga erëzat edhe langu i qepës, që pastaj kur t'i hajmë takot, t'i kemi super të lëngshme. Mishin e kemi gati, o zë çfarë arome po vjen, edhe kemi të lëngshëm, edhe krokant, mix, ja, inhalim. Me njerë po i ndrojnë fërteret, kemi marrë fërteren e palaqinkave, sepse e kemi tamam për tortijat tona. Por, te se cila petë do të vendosim nga një copë të vogël gjalpi, ja kështu. Sepse gjalpa do të na ndihmoj edhe për shije, por edhe do të ndihmoj që petat tona t'i kemi krokante. Ja kështu. Ja, do ta ulëm temperaturën, sepse na vjen një temperaturë mesatare, që mos na digjen petat. E pastaj do t'i bëjmë krokante petat në këtë fërtere dhe në këtë fërtere do t'i mbushim ato me kaçkavall, me mish. Kemi jalapenos, jalapenos, që që thojnë Meksikantas, speci famshëm Meksikani djeks, dhe kemi edhe patligjanin e pjekur në zgar, pastaj turshi, të t'jep super shije. Ja pra, gjalpa u shkri, me njerë do të marim petën, ja kështu në këtë formë, dhe tani do të presim derisa të fillojnë që këto të na skuqen, ndërsa unë po i marrë dorsa. Dhe ja pra, peta na është skuq mirë, opa, tani edhe në anën tjetër. Okej, petën pra e kemi kthy. Tani duke u pjek ana tjetër, ja, do ta mbushim kështu, ja, me kaçkavall. Ja. Shumë e thjesht vredhet, shumë e mirë, kam ju pëlqyer shumë. Tani do të marrim mish. Hajde. Ja, do të shkojmë ta mbushim ja kështu me mish. Ja. Do të vendosim ca jalapenos, ja kështu. Ata manë djeks. Dhe do t'i hapim. Wow. O, far arome, ja, pra i kemi edhe patligjanat e zi, ja, nga ponti, të vendosim, ja, nga 3 copë mjafton. Dhe, do ta marrim mirë, ja, kështu. Me dorë, do ta shtypim petën, ja, kështu. Tani, do të shkojmë me të dytën, duke i përsërit, ja, kështu. Ja, kështu. Këto që i kemi bo këtu, po thëmë ta prejmë, t'ja e cakollit edhe shekit. Ja pra, hajde kamera. Kamera t'lutem. Ja pra, kamera e kemi super të lëngshme dhe krokante. Ja pra, kjo shkon për cakin. Që caki? Hajde t'provojem. Edhe për shekin. Sheki? Provaj e sheki. Hajde cake, a kemi bo diçka? Jej! E fundit shikues, ja, ta vendosim edhe këtë këtu, ja, ta marrë me dorë, që mos na prishet, ja. Sepse, opa, djega. Hajde. Ja, pra, o zët. Kemi kamera nga afër? Takot janë gati, kur t'i bëni, ju lumshin durt, e ju bofshin mirë. E fundit nuk na unë gjithë shumë, sepse kishim kaçkavall ma pak,
por hajta rotulloj qështu. Hajta marrë qështu të mesit, shojmë qa kemi bodil, se kemi nisë me hangër dhe u stopjo. Po mu boft mirë, e mlumë shindurt edhe ty, të lumë goja, o zët. Do më thonë alo pa i provu, me di që ka me qenë fantastike. Sa s'ja kemi nisë, provaj sa që të shikos. Se ca kolli e ka provu. Zona, menyn e marrë, kështu që javës tjetër shpresoj me i përgatit. Që është kjo? Fantastike. Topej, të më shindurët. Apo ullemi? Pa tjetër. Hajde.